Tasi nuk dorëzohet dhe vendos të shkojë përsëri pranë Sumrus, duke i kërkuar me ngulm falje dhe duke i treguar se është gati të shpërngulet pranë saj, vetëm që ta rifitoj dashurinë dhe besimin e humbur. Por Sumru, e vendosur dhe e qetë, i thotë se nuk ka ndërmend të ndryshojë vendim. Ajo dëshiron të qëndrojë në Konja, aty ku ka gjetur qetësinë e saj dhe të punojë si mësuese, duke ndërtuar një jetë të re larg zhgënjimeve të së kaluarës. Policia mbërrin menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa atmosfera është e rënduar dhe plot tension. Dëshmitarët të tronditur nga ajo që ka ndodhur tregojnë se Sevilaj ishte personi i fundit që kishte qëndruar me viktimën para se ai të humbte jetën. Sevilaj, e tronditur nga ngjarjet e fundit, zgjohet herët në mëngjes dhe për një moment përfshihet nga frika kur nuk e sheh Nuhun në dhomë. Mendon se edhe ai është larguar dhe e ka lënë vetëm, por pas pak qetësohet kur ai kthehet me disa pazare për mëngjes, duke i buzëqeshur për ta siguruar se gjithçka do të rregullohet. Megjithatë, e papritur, një lajm në televizor u ngrin buzëqeshjen. Në edicionin e mëngjesit njoftohet se Sevilaj është zyrtarisht e akuzuar për vrasjen e shefit të saj. Në shkollën ku Sumru punon si mësuese, atmosfera për një moment bëhet e rëndë. Mikja e saj e ngushtë, e cila gjithmonë i ka qëndruar pranë, i tregon me lot në sy se është futur në një borxh të madh financiar ndaj një personi të rrezikshëm. Ky i fundit, duke përfituar nga vështirësia e saj, i ka rritur interesat në mënyrë të padrejtë dhe tani kërkon shkollën si garanci për buxhetin. Sumru, e tronditur nga ajo që dëgjon, nuk qëndron indiferente. Ajo i thot mikes së saj se do të bëjë gjithçka që është e mundur për ta ndihmuar. E sati i lodhur nga gjithë ngjarjet dhe i penduar nga ndërgjegja, më në fund reflekton mbi gabimet e tij. Ajo kupton se ka humbur më të vlefshme në jetën e tij, dashurinë dhe besimin e Esmas. I tronditur nga mënyra si e ka trajtuar atë, ai shkon te Nia jetë për ndihmë. Nia jetë e prekur nga fjalët e tij dhe e lumtur që më në fund po e sheh, një shenjë pendese të vërtet, i premton ndihmë. Ajo thotë se do të bëjë gjithçka që ta ndihmojë nipin e saj, të ndrejë gabime dhe të rifitoj familjen që dikur e kishte shpërfillur. Halil fillon të ndjek Xhananin me qëllim që ta fusë në rrjetin e tij të manipulimeve. Ai e telefonon shpesh, duke u sjellë me butësi për t'i fituar besimin. Pas disa përpjekjesh, arrin ta bindë që të pranojë një drejt me të. Xhanan, e hutuar nga vëmendja që i jep Halili dhe e ndikuar nga fjalët e tij të ëmbla, pranon ftesën, por vendos ta mbajë të fshehtë nga Bejamini. Ajo përgatitet për takimin pa e ditur se po bie në një kurth të menduar mirë nga Halil. Gjian dhe Melek shkojnë për vizitën e radhës për të parë beben e tyre dhe emocionet janë të mëdha. Kur shfaqet pamja në ekran, ata mbeten të maknitur nga lëvizjet e vogla dhe çdo detaj i foshnjës. Me dashuri dhe kuriozitet fillojnë të komentojnë se me kë ka ngjashmëri, me nënën apo me babain. Edhe pse mjeku u ofron mundësinë të zbulojnë gjininë e bebes, Gjian dhe Melek vendosin të ruajnë këtë surprizë për më vonë. Rrugës për në shtëpi, Melek merr një mesazh zanor nga Sumru. Në të nëna e saj njofton se nuk ka arsye të shqetësohet për të dhe i kërkon që të kujdeset për nipin ose mbesën e saj, duke i shprehur dashurinë e madhe që ka për të. Melek përpiqet ta kontaktojë përsëri, por Sumru ka fikur telefonin. Megjithatë, zemra e Melekut mbushet me lumturi dhe qetësi, sepse më në fund e di që nëna e saj është mirë dhe e sigurt. Sumru vendos të takohet me Tasinin, duke i thënë se ka diçka të rëndësishme për t'i shpjeguar. Tasini, i emocionuar dhe plot shpresë, mendon se ndoshta kjo është një mundësi që Sumru t'i japë një shans të dytë lidhjes së tyre. Ai shkon i gatshëm për të dëgjuar fjalët e saj, i mbushur me pritshmëri dhe emocion. Gjatë takimit të tyre, Sumru i kërkon Tasinit ndihmën për problemin e mikes së saj që lidhet me shkollën. Tasini, i gatshëm dhe i përkushtuar, i premton se çdo kërkesë e saj është urdhër për të, duke treguar mbështetjen e pakushtëzuar dhe dëshirën për ta ndihmuar çdo herë që ka nevojë. Tasini, vendosur të ndihmojë miken e Sumrus, shkon tek personi që e kërcënon për shkak të borxhit dhe i ofron një shumë të madhe parash për ta zgjidhur situatën. Personi, i bindur nga oferta dhe dëshira për përfitim, i kërkon Tasinit që t'i dorëzojë shkresën që provon se borxhi është kryer, duke treguar se tashmë problemi mund të zgjidhet tek kërcënimi të marrë fund. Nui kërkon falje Sevilajit për dhimbjet që i ka shkaktuar dikur, duke u penduar për gabimet e tij të së kaluarës. Sevilaj, e butë dhe e matur, i thot se e fal dhe se beson se tani nuk do ta lëndoj më, duke treguar se ka vendosur
që ta harrojë të kaluarën dhe të shohë vetëm ndryshimin dhe përpjekjet e tij të sinqerta. Me ndihmën e një ajetit, e sati para gjithë familjarëve, me një unas në dorë, i kërkon Esmas ta falë dhe të kthehet tek ai si gruaja e tij, duke shprehur pendesën dhe dëshirën për një fillim të ri. Por Esma, e vendosur dhe e lënduar nga gjithçka që ka ndodhur, largohet, duke i thënë se kjo mundësi tashmë i ka ikur, duke treguar se nuk është gati të harrojë dhe të rikthehet tek ai. Duke dëgjuar kritikat e Nazimit, Hari ka përpiqje të vlerësojë dhe të sillet mirë me të gjithë njerëzit përreth saj, duke treguar një sjellje më të kujdesshme dhe të dashur. Nazim me një buzëqeshje dhe shaka, i thot se po egzageron pak me mirësinë, duke e bërë të qesh, por duke nxitur gjithashtu të vazhdoj përpjekjen për të qenë më kujdesshme dhe vëmendshme ndaj të tjerëve. Misut i vogël niset për në konvikt dhe atmosfera në shtëpi është e mbushur me emocione. Të gjithë familjarët i dhurojnë diçka si kujtim dhe i shprehin se do t'i mungojë shumë. Madje edhe Sati e përqafon, duke treguar dashurinë dhe mbështetjen e tij. Në mungesë të Xhananit, Bejamini premton Tyrkanit se do t'i blerë një bizhuteri më të shtrenjtë, duke u përpjekur të shlyejë një keq kuptim. Ai shpjegon se Xhanan gabimisht kishte marrë bizhuterinë dhe dëshiron ta korrigjojë situatën, duke i dhënë Tyrkanit atë që i takon. Mikja e Sumrus mblidhet me të gjithë dhe u shpjegon se Sumru thot të vërtetën se Halil ka abuzuar me te. Ajo tregon një fletë denoncimi që Sumru kishte përgatitur për të akuzuar Halilin, por që e kishte tërhequr më pas nga turpi dhe paragjykimet e të tjerëve. Xhihan, tejet i asaruar nga zbulimet dhe manipulimet e Halilit, bashkohet me Melekun për t'i kërkuar llogari. Të dy janë të vendosur të përballen me te dhe të zbulojnë të vërtetën, duke u ndjerë të tradhtuar dhe të zemëruar nga gënjeshtrat dhe veprimet e tij. Xhihan, sapo sheh Halilin, menjëherë fillon ta gjuajë me fjalë dhe kërcënime, duke i thënë se duhet të qëndrojë sa më larg Sumrus. Halil, si gjithmonë, mohon akuzat dhe përpiqet të justifikohet. Por Melek ndryn dhe i kërkon me vendosmëri që të largohet nga jeta e tyre, duke treguar se nuk do ta lejojë me manipulimet dhe praninë e tij afër familjes. Xhihan telefonon Tasinin dhe i tregon gjithçka që mikja e Sumrus ka zbuluar për abuzimin e Halilit, duke i sqaruar situatën dhe rrezikun që ai ka krijuar. Pas dëgjimit të këtyre fakteve, Tasin menjëherë niset për në Kapadokia. Policia gjen regjistrimet që tregojnë se personi që kishte humbur jetën ka vdekur aksidentalisht dhe se nuk kishte pasur ndërhyrje nga askush tjetër. Duke parë provat e qarta, akuzat ndaj Sevilait hiqen menjëherë, duke e shpallur të pafajshme. Nu dhe Sevilai, sapo përgatiteshin të arratiseshin nga vendi, dëgjojnë lajmin se Sevilai është e pafajshme. Të dy mbushen me lumturi dhe lehtësim, duke ndjerë se janë shpëtuar nga një bar e rënd dhe se e vërteta ka dalë në dritë, duke u dhënë mundësinë të vazhdojnë jetën pa frikë dhe në paqe. Të gjithë janë mbledhur dhe po diskutojnë rreth akuzave të babaza që janë bërë Sumrus, duke fajsuar Halilin njëkohësisht. Këtë bisedë dëgjojnë Hikmet dhe Halil, duke u përpjekur të kuptojnë situatën dhe të gjejnë mënyra për ta manipuluar. Tasin i kërkon një ajetit që të përpiqet ta bindë Sumrun të kthehet, duke shfaqur dëshirën e tij për të zgjidhur situatën dhe për të rikthyer qetësinë në familje. Duke dëgjuar bisedën, Hikmet fillon të dyshojë se Halil është vërtet një abuzues, duke u ndjerë shqetësuar dhe hutuar nga informacioni që merr. Halil, nga ana tjetër, mohon akuzat dhe përpiqet të tregojë gjithë dashurinë dhe përkushtimin që ndjen për Hikmetin, duke u përpjekur ta bindë se nuk ka pasur asnjë qëllim të keq dhe se ajo mund t'i besojë plotësisht. Harika e falenderon Tasinin për gjithçka që po bën për familjen e tyre dhe veçanërisht për nenën e tyre, duke treguar mirënjohje dhe respekt për përkushtimin dhe mbështetjen e tij të vazhdueshme. Të gjithë bashk vendosin të shkojnë për t'i kërkuar falje Sumrus, duke u penduar për mosbesimin dhe dhimbjet që i shkaktuan. Por mbetet të shihet se si do të reagojë ajo dhe çfarë do të ndodhë në përballjen e tyre, në një moment që do të zbulohet në episodin e radhës. Në telefonin e Nuhut përgjigjet Sevilai, e cila ka marrë një informacion të rëndësishëm nga mjeku i Nuhut. Ai ka një problem serioz në kokë që kërkon patjetër një ndërhyrje kirurgjikale. Ky lajm e shqetëson pafund Sevilain.